Frutat e pyllit bëjnë mrekulli në organizëm. Frutat e pyllit si manafera, mjedra dhe luleshtrydhja duhet të bëhen pjesë e ushqimit tuaj sepse janë të mbushura me minerale, vitamina dhe fibër. Ato janë të pasura me antioksidant që mbrojnë qelizat tuaja nga dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Për më tepër, ato kanë pak kalori dhe janë alternativë perfekte për njerëzit që duan të mbajnë peshën nën kontroll. Boronica ja ka dalë të jetë në krye të gjitha listave të ushqimeve më të shëndetshme për trupin e njeriut. Kjo për arsye se boronica është jashtëzakonisht e pasur me antioksidanë. Boronicën mund ta gjeni gjatë gjithë vitit. Ajo është e pasur me vlera ushqimore. Manafera i ngjan mjedrës, por është më e madhe dhe ka një shije më të veçantë krahasim me të. Të ëmblat janë shumë të mira për shëndetin se kanë përmbajtje të lartë kalciumi, vitaminë C dhe kalium. Mjedra është një frut mjaft delikat dhe as pak jetë gjatë, ndaj këshillohet të i konsumoni shpejt. Ajo është e pasur me kalcium, magnez dhe vitaminë C. Luleshtrydhja është një frut mjaft i shijshëm dhe mund ta gjesh gjatë gjithë vitit. Ajo është e pasur me vitaminë C.